Kosova tashmë e ka siguruar një biletë artë për play-offin dhe kjo nuk duhet harruar asnjë moment, por objektivi vetëm i mbetur në lojë është të mposhtim çdo kundërshtar të grupit të paktën një herë. Përballja radhës ndaj Zvicrës, edhe pse vjen në një moment kur shanset për kualifikim direkt janë minimale, mbetet një sfidë ku fitoria është domosdoshmëri për krenari, moral dhe identitet. Dardanët janë përballur me Helvetët 4 herë deri tani, ku kanë regjistruar 3 barazime dhe një humbje. Ajo humbje 4-0 në Bern ishte e dhimbshme dhe e vështirë për t'u pranuar, por pikërisht nga ai moment, Kosova ka treguar një ringritje të fortë me 3 fitore dhe një barazim në ndeshjet e fundit. Të gjithë kundërshtarët e tjerë të grupit i kemi mposhtur të paktën një herë, përveç Zvicrës, ndaj kjo ndeshje është kapitulli i munguar që Kosova dëshiron ta mbyllë më në fund. Fitoria 6-0 që do t'i duhej Kosovës është ëndër e largët, por triumfi me çfarëdo rezultati do të ishte sukses i madh sportiv, rritje e besimit dhe një mesazh i qartë se ky ekip vetëm po ecën përpara. Formën e mirë Kosova e ka dëshmuar me 2 fitore fantastike ndaj Suedisë, fillimisht 2-0 në Prishtinë, një mbrëmje të zjarrtë dhe më pas 0-1 si mysafir në Stockholm, një fitore e pastër, taktike dhe e pjekur. Po ashtu, triumfi 0-2 ndaj Slovenisë si mysafir ka qenë një tjetër dëshmi e gatishmërisë dhe nivelit të lartë të lojës, ndërsa barazimi pa gola në Prishtinë kundër të njëjtit kundërshtar tregoi stabilitet dhe organizim të fortë defensiv. Këto rezultate kanë ngritur moralin e skuadrës dhe kanë dëshmuar se Kosova ka bërë progres të prekshëm, duke u rritur si ekip dhe duke u bërë shumë më konkurrues në çdo stadium ku luan. Tani vjen sfida që mbetet më e veçanta dhe më e vështira. Zvicra, i vetmi kundërshtar që nuk e kemi mposhtur, me play-offin të siguruar, me besimin e fituar ndeshje pas ndeshje dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme të tifozëve në Fadil Vokri, Kosova do të hyjë në këtë duel jo si viktim, por si ekip i pjekur, i motivuar dhe i gatshëm për të mbyllur një kapitull historik. Fitoria mund të duket e vështirë, por jo e pamundur dhe në futboll ka momente kur nuk luan vetëm për pikë, por për historinë tënde, për krenarinë dhe për të treguar se kurrë nuk dorëzohesh. Në këtë ndeshje Kosova do të kërkojë pikërisht këtë, të shkruajë një faqe të re, të merituar dhe të shumë pritur në rrugtimin e saj drejt majave të futbollit evropian.